Për 2 vitet e ardhshme, Shqipëria parashikon ngritjen e 20 qendrave pritëse për emigrantët nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza, të cilët përdorin Shqipërinë dhe Serbinë si rrugë kalimi drejt Greqisë. Qendrat do të vendosen në qarkun e Korçës, Gjirokastrës dhe Vlorës, me kapacitete që variojnë nga 100 deri në 410 shtetër. Aktualisht, kapacitetet pritëse janë kryesisht të përqendruara në Tiranë dhe në disa pika të tjera si Gërhot, Kakavi dhe Kapshtic. Plani i ri synon shpërndarje më të balancuar në territor, duke shfrytëzuar hapësira publike ekzistuese, truall të lirë dhe objekte të braktisura për të garantuar reagim të shpejtë në rast fluksesh emergjente. Sipas Monitor, shpenzimi për këto qendra do të variojë nga 196.6 milion lek, që është skenari normal, deri në 708.7 milion lek në raste krizash.